Vëmendje gra, jasti të hiqni njollat e yndyrës nga rrobat. Njollat e vajit tek rrobat janë ndër më të vështirat për t'u eliminuar. Është e vërtetë që ekzistojnë detergjent posaçërisht për këtë problem, por shpesh materialet shumë delikate të rrobave nuk e lejojnë përdorimin e tyre. Zgjidhja e këtij problemi është shumë e thjeshtë. Mjafton që ju të keni një shkumës të bardhë. Bëheni me shkumës zonën ku ka rënë njolla dhe lëreni për rreth një orë. Pastaj futeni në lavatriçe dhe lajini atë si zakonisht. Shkumësi do të thithë të gjithë yndyrën ndërsa lavatriçja juaj do të heqë çdo mbetje. Kështu që ju do të mund të vishni sërish xhinset tuaja të preferuara, të cilat do të jenë si në ditën e parë kur ju i keni bler. Por gjithashtu ekzistojnë edhe metoda të tjera natyrale të cilat kemi folur më parë në videot tona se si të keni rroba të bardha dhe pa njolla.